Mos mbështetja si duhet institucionale ka shqetësuar fermerin Agron Beqaj nga fshati Racaj. Në një prononcim për mediumin ton, Beqaj ka shprehur pakënaqësinë e tij për mungesën e mbështetjes që sipas tij komuna e Gjakovës nuk u ofron fermerëve. Ai ka theksuar se të gjitha komunat e Kosovës i subvencionojnë fermerët me nga 0,05 cent e deri 0,10 cent për litër qumsht, ndërsa Gjakova nuk ka ofruar në mbështetje të tillë. Kena bo postimin, me i bo thirrje kryetarit Gjini, nëse ka mundësi, po kërkojmë ka 5 cent për 1 litër qumshti për më na subvencionu, sepse gjitha komunat e Kosovës, domethënë i përkrajnë fermerët, ka komunë që i përkrajnë me 10 cent, me 6 cent Prizreni ka me 6 cent, Frejzaj ka me 10 cent, Istogi ka me 10 cent, ne domethënë si komunë e Gjakovës po kërkojmë fermerët me na përkraj ka 5 cent. Ndërsa nëse marrin mbështetje, atëherë kjo do t'i motivojë fermerët e Kosovës të vazhdojnë punën dhe të mos dorëzohen, shtoi Beqaj. Bujqësia ka vështirësi, po ja kemi dalë disi, po me na përkrah edhe me 5 cent do konë shumë mirë nëse do në milion fermerë në Kosovë. Nëse do në milion fermerët, atëherë për ditë po ikin fermerët e po lujnë këtë punë, e di se pa bujqësi në ka jetë. Nëse nuk do të ketë përkraje nga komuna e Gjakovës, fermerët paralajmërojnë se do të organizojnë një protestë paqësore para objektit të komunës me mjetet e tyre të punës, traktorët, si shenjë pakënaqësie dhe kërkese për mbështetje.